Mirdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel, reprezent nga fusha sportive Ahmet Aq në Vorë, këtu ku zhvillohen ndeshjet Akademisë Vora. Përballë sot kemi skuadrën e Vorës si pritëse dhe Partizanin e 9 vjeçar, pra dy skuadra të cilat do luftojnë për objektiva të ndryshme. Partizani për të kapur kreun në renditjes, teksa skuadra e Laçit qëndron në krye me 17 pikë, ndërsa Partizani i Fatjo Muhametit jemi në kodrën e 14 pikëve. Gjithsesi jemi edhe me një takim më pak, por që do duhet të kalojmë të provë, le të themi, jo të vështirë, por dhe jo të lehtë, duke qenë se në fushën e Vorës pak çast më parë është mbyllur sfida e 17 vjeçarëve. Skuadra e Algert Hurdës është mposhtur me rezultatin 4-1, ndaj edhe një motivim të madh këtu në Vorë, pra me skuadrat vendase që po luftojnë fort ndaj Partizanit në çdo grup mosh. Skuadra e Vorës përëndit në vendin e fundit me 5 pikë në 7 ndeshje, pra kjo është takimi 8, një fitore dhe 2 barazime. Ka një golaverash prej 11 gola shënuar. 7 gola shënuar, 13 pësuar. Është Partizani që ka 11 gola shënuar dhe 6 pësuar, ndërkohë që Vora vjen pas humbjes ndaj Elbasanit në shtëpinë e kësaj të fundit në Elbasan, pra ndërsa Partizani vjen pas fitores ndaj Dinamo City, një takim që kishte mundësi ta ndiqni live në Partizani Channel, një sfidë vërtet shumë e luftuar edhe që prodhoi emocione me Partizanin që arrit të marrë një fitore të rëndësishme ndaj një rivali të drejtpërdrejt në garën për titull kampion. Ndërkohë pa humbur kohë ju njohim me formacionet dy skuadra duke filluar si gjithmonë nga skuadra miki që këtë rast është Partizani, drejtuar pra nga Fatjon Muhameti dhe Ali Bekteshi. Në port me numër 31 Zadeja, me numër 5 Arabi, me numër 8 Çupi, me numër 10 Demir, me numër 17 Nela, me numër 19 Sario, me numër 20 Qamili, me numër 33 Vata, me numër 24 Dervishi, me numër 26 Renga dhe me numër 99 Banushi. Ndërkohë që skuadra e Vorës e drejtuar nga Artan Mirgjyshi, një emër i njohur i trajnimit dhe futbollit shqiptar. Në port me numër 1 Salla, me numër 2 Billa, me numër 7 Zito, me numër 9 Sheshi, me numër 10 Laçi, me numër 13 Bodini, me numër 17 Dyrmishi, me numër 75 Marina, me numër 77 Aliu, me numër 88 Kashari dhe me numër 91 Mulla. Ndërkohë që ky takim do drejtohet nga kryesori Dyrmishi, asistuar nga Ahmeti dhe Tafaj, ndërkohë që delegati i takimit është Mustafaj. Gjithçka bëhet gati me topin e parë që Rëgjia do në ofroj planin do shkelmohet nga vendasi, mëse shikojmë. Gjithsesi shpresojmë dhe urojmë shumë që skuadra e Partizanit, është Partizani me Nelën, do të shkelmojë dhe nis pra takimi me Partizanin që luan nga mbrojtja. Megjithësi Qamili rrezikon, por vjen vetë Qamili për të rekuperuar, nuk ka arritur për një moment. Tashmë arrin Qamili në pranin e flamujt e këndit. Provon tek Dervishi, këmbgul Vora, ndjes një mundësi e mirë, shikoni, rrezikon në skuadra vendase teksa vjen kjo goditje që bllokohet, ishte Bodini, i cili me atë asist provoi të japte më të mirën. Ndërkohë që kanë sërish vendasit në kontroll, provon Partizani të ushtroj pressing lart, por edhe një herë një tjetër sulm ku kërkohet numri 91 Mulla, largon për një moment Dervishi, topi drejt Sarios, Abdu në vështirësi, po arrin ta kontrollojë Abdu, e tashmë ka fituar këtë faull, godit dënimi e shkaktuar pra nga Dyrmishi. Pra nisë me vendasit kërkues, por tashmë është Partizani që do provojë me anë të kësaj goditje dënimi. Pra në topit është Sario Abdu, por dhe Qamili. Qamili na dhuroi një asist të bukur tek goli i dytë, por dhe Sario na dhuroi një gol të bukur tek i pari. Pra në sfidën e fundit të dy këto lojtar kanë lënë shenjën tek ndeshja e fundit. Niset Qamili, krosimi drejt zonës, largohet për një çast nga mbrojtja. Tashmë është Abdu që e godet, por jashtë skuadratit. Madje ka një devijim, është goditje këndi e para për skuadrën e kuqe. E nisim
Me sulpra përvoj Sario Abdu, një goditje të menjëhershme, më pas u devijua tashmë Nate Banushi. Shikon zonën. Niset Banushi, krosimi mirë, nuk arrihet dot nga Sario, tashmë provon me të parën Demiri, i cili këmbgul dhe bën mjaft mirë, e dërgon tek Banushi, i rrethuar nga 2-3 lojtar. Provon shikon zonën, por i detyruar ta kaloj pas. Kemi humbur kontrollin e topit, provon ta rikuperojë edhe një herë Banushi. Tashmë ndërhyn Arapi, mjaft mirë. Banushi. Shikon Sarion, ide është mjaft e mirë, por kupton lojtari i skuadrës së Vorës, niset me shpejtësi numri 9, Sheshi, i cili e kalon prapa. Edhe një herë vendasit. Në vërtetësi e dorëzojnë tek numri 8, Kriti Çupi. Banushi. Asisti mjaft i mirë, Renga, mundësia goditja shumë e lehtë në duar të portierit Salla, i cili nis me shpejtësinë të djathtë. Provon skuadra vendas tashmë me një aksion të shpejt, por nuk arrin dot pasi dhe Griti Çupi tregoti sakt. Renga. Le të shikojmë çfarë sill ky aksion. Gjithmonë era Renga për Çupin në të majt. Shikon zonën, krosimi më i hershëm, por nuk ka asnjë lojtar në atë pozicion, në atë moment. Banushi. Çamili. Me shpejtësi. Luan Partizani, e kalon tek Zadeja, që e kalon të djathtë tashmë. Vata. Dervishi. Edhe një Çamili. Cross në një zonë ku nuk ka lihet nga asnjë lojtar, gjithsesi vjen Demiri me shpejtësi dhe vjen në kontroll. Edhe një herë Demiri, crossimi mjaft i mirë, mundësia, por nuk arrin dot pas ndërhyrjes së Sallës. Ishte një ide mjaft e mirë për Rengën. Provon edhe një herë Vora. Minuta e 5 sa për ka hyrë. Sfida pritet të jetë interesante, teksa të dyja skuadrat provojnë të shpllokojnë, të shënojnë me shpejtësi, por që fundalisht Partizanin ka krijuar dy raste mira me Rengën dhe Sarion, ndërkohë që Vora në sekondat e para provoi një aksion të shpejtë më i hershëm. Pra, e kemi nisur në mënyrën jo të mirë, teksa 17 vjeçarët janë mposhtur me rezultatin 4-1. Gjithsesi shpresojmë që 9 vjeçarët të na rikthejnë, le të themi, buzëqeshjen me një rezultat pozitiv për të vijuar me sfidat e ditës së nesër, pra, teksa kemi disa përballje në Fier me 15 dhe 16 vjeçarët, ndërkohë që të dielën jemi me Vora Partizani, por me 18 vjeçarët. Renga. Demiri nuk arrin, vjen Renga. Ishte Kashari që doli fitues në të dy mundësit. E tashmë provon Laçi. E sposton lojën të majt. Në vërtetësi provon Aliu. Tashmë revendësori për këtë Partizanit. E ka humbur kontrollin. Të rinë për moment. Banushi. Bodini. E kalon prapa tek Villa. Edhe një herë Bodini. Dyrmishi. Del fitues Çamili. Kontrolli i tij me cilësi teknike i jep çelësi tashmë Partizanit. Banushi. Edhe një herë në vështirësi. E ka numri 9 tashmë Sheshi. Provon Laçi. Në të majt. Tek Aliu. Krosimi drejt zonës, i rrezikshëm. E shoqëron te Dyrmishi, i cili preferon vetëm një venanësore. Kërkot zona, por ndërhyn sakt aty Arapi. Në një duel me Aliu,
Sepse vendosur mirë me shtat lart Arapi, si në këto qaste tashmë ndërhyn Vata. Për një çast Bodini, më pas Banushi për rengën. Duhet dhe ndihma e Alessio Demirit. Bodini. Kombinimet e mira, arrin numri 13 të marrë atë çfarë donte, por për një çast pasi vjen ndërhyrja e Dervishit, i cili me shpejtësi kërkon numri 17 Nelën, i vetëm në krye të sulmit. Edhe një vendasit në të majt tashmë, Aliu. Një top jo i mirë për Mullën. Mundësi e mirë tashmë, Sario, shikoni çfarë mundësi për Partizanin, Sario drejtohet zonës, Sario e pa besueshë, nuk arrin dot Sario. Mund të kishte asistuar teksa Nela dhe Renga në një pozicion favorshëm goditur se Sario kërkon ta zgjidhte vet, por që nuk arriti merrte më të mirën pasi edhe ndërhyrja e mbrojtjes së Vorës ja bëri të vështirë. Gjëra të kujtoj që të gatshëm për trajnerin Fatio Muhamedi, kemi Mustafën në port, pra, më pas numri 3 Shaba, me numër 6 Narko, me numër 7 Skeja, me numër 9 Hysaliu, me numër 11 Shega, me numër 22 Leshaj, me numër 26 Himalari, me numër 34 Muçaku, me numër 57 Mali. Ndërkohë që Vora me Mesutin dhe Mesuti një ish në këtë ndeshje, Vathi, Sulaj, Skënderi, Teme Myzeqari, Murati, Shkurti dhe Përhati. Pra edhe Myzeqari, pra Arbi Myzeqari një ish në këtë përballje pas Mesutit. Ndërkohë që në fush nuk kemi shumë lojtarë që, mos themi asnjë lojtar që ka qenë pjesë e Partizanit në sezonin që lan pas. Provon edhe një herë skuadra e Vorës. Mundësi mjaft e mirë, por shikoni, rrezikojmë shumë tashmë. Zadeja porta për shotisë ndërhyn aty mbrojtja e Partizanit. Një moment vërtet i vështirë teksa Sheshi përpaksa nuk arrit dot. Shumë pranë golit pra Vora, minuta 10. Një rast mjaft i mirë. Dhe goditja e parë për skuadrën vendas nga këndi. Luhet shkurt shpejt. Sërish numër 9 Sheshi, krosim i rrezikshëm, shkon duart e portierit Zadeja, që provon me nxitim me shpejtësi dhe nuk arrin dot për Demirin. Në një zonë ku ndodhi Demiri dhe Abdu. Dhe ishte mirë. Bila. Kashari. Nisat Kashari. Nuk kanë do të gjej Sheshin. Tashmë është Partizani që provon. Por edhe Partizani nuk ka arrit dot ta nisë më tej sulmin. Sërish këmbgul skuadra vendase. Në të majtë është Kashari. Ka përballë Dervishin. Vjen me forcë aty. Demiri, i cili dërgon në goditje këndi. Provojnë vendasit. Nga krau i majtë sulmit, teksa edhe një herë kanë rritur të fitojnë këtë goditje këndi e dyta. Për vendasit e treta në total në këto 11 minuta, 12 minuta sa ka hyrë. Shikojmë krosimi drejt qendrës, ndërhyn Zadeja e ngushton larg zonës, provon Demiri. Edhe një herë këmbgulja e Partizanit tashmë. Renga, niset era Renga me shpejtësinë e tij që mund të provojë deri në fund. Gjithmonë Renga këmbgul mjaft mirë. Shikojmë në momentin e ndërhyrjes së Billës e më pas ka fituar vetëm një riveni ansore. Me këtë këmbgulje të fortë gjatë, ndërkohë që trajneri Fatio Muhamedi qëndron pranë skuadrës duke i kërkuar dhe këshilluar çdo gjë në detaj. Çamili.
Provon Renga, nuk ani dot Partizani. Dërin dhe njerë Qupi, bën mjaft të mirë. Nela tashmë. Demiri. Provon një asistim në brendësi për Seriun. Gjë që kuptohet nga mbrojtja e skuadrës së Vorës që deri në këtë çast është përgjigje mirë në të vetmin çast që Partizani mund të përfitonte në mundësinë e Rengës. Tashmë një tjetër mundësi, Nejt Banushi rrotullohet lëviz mirë. Shikojmë çfarë do sjell ky aksion me këtë këmbgulje të Banushit. Provon edhe nuk arrit dot. Provoi të kaloni një pas tek Renga. Por gjithsesi Qamili bën mjaft mirë, mban skuadrën përpara, krosimi drejt Abdus, shkon jashtë. Shkon jashtë. Ky krosi era Rengës. 10 minuta interesante. Ju kujtoj që Partizani pra vjen pas fitores ndaj Dinamo Cityt, por që përpara kësaj sfide kishim kaluar një ndeshje vërtet shumë të kontestuar me polemika, ajo sfidë në Laç me rezultatin 2-2. Një ndeshje që do ta mbante Partizani në krye, por gjithsesi tashmë ka kaluar dhe e kemi hedhur pas krave atë barazinë në temi që ngjau si një humbje me Partizanin që deri në minutën e 88 ishte në avantazh, por një penalti e kontestuar në një fushë le të themi një moçal prej balte. Nuk arrit dot Partizani të shpalos vlerat e veta cilësitë e kësaj skuadre. E gjithsesi një pikë jo e keqe që do shërbejt në të ardhmen në ndeshjet më vendimtare, pra në pjesën e play-offit, aty ku do ndahen në dy grupe, pra play-off dhe play-out, ku 5 skuadra më të mira do përballën njëra tjetrën, ndërkohë që 5 skuadrat e poshtë tabelës për të siguruar një vend në mbijetesë. Rrezikon në mbrojtësi i skuadrës së Vorës, mundësi për Nelën, i cili provon goditjen dhe vjen ndërhyrja e portierit Salla. E provoi me një goditje me të majtë të mehshme Boris Nela. Pra Oresti Nela, kjo është sfida, takimi i dytë me fanellën e kuqe. I ardhur nga rivalet e Tiranës, ka zhvilluar 20 ndeshje, ka shënuar 5 gola, sezon që lëm pas në një kampionat vërtet ku Partizani në këtë grup mosh nuk bëri më mirë, pra duke qenë shumë larg kryesimit, ndërkohë që Tirana pra në atë kohë me Nelën arriti të fitonte titull kampion. Por jo vetëm Nela, kemi edhe Dervishin, Marcelo Dervishin, që ndryshe nga Nela vjen nga rradha e 9 vjeçarëve, aty ku ka zhvilluar plot 26 ndeshje dhe ka shënuar 2 gola. Ndërkohë që në këtë sfidë regjistron sfidën 7 pra, dhe ka shënuar një gol mjaft të rëndësishëm, por le të shkojmë të këmbgulje të skuadrës Vorës në djathtë. Provon numri 17 Dyrmishi, më pas krosimi Mullës, edhe një këmbgul Dyrmishi, por vjen Alessio Demiri. Ndërhyrja e tij dërgon topin në rrëvendjen anësore. 15 minuta kanë kaluar, 16 minuta po luhet 0-0 këtu në Ahmetaç në Vorë. Në një fushë ku nuk kemi marrë të paktën në maksimumin deri në këtë çast, teksa janë mposhur 7 vjeçarët dhe për fat të keq kjo është humbja e dytë për skuadrën e Elgert Hurdës. Pas një rekordi të gjatë pa pësuar humbje vetëm fitore dhe shumë pak barazime, vijnë 2 humbje radhazi për këtë skuadër, për skuadrën e 17 vjeçarëve. Megjithatë shpresojmë që të reflektojnë nga takimi i radhës pra. Duke qenë si ka qenë, duke qenë se ka dhënë gjithmonë rezultat dhe përmbysje. Megjithatë fokusohemi te kjo sfidë që nga rënditja nuk na shfaq një përballje të lehtë, përballje të vështirë për Partizanin, por që po rezulton në këto 70 minuta. Vora po luan si e barabartë dhe po zhvillon minuta të mira. Pra në krye të pankinës e drejtuar nga Mergjyshi, megjithatë përballë ka Partizanin,
Një skuadër që në ndërtimin e Fatir Mohamedit ka bërë mjaft mirë në sezon që lan pas, duke qenë shumë pranë titullit, por për fat të keq 45 minuta qëndruam në vendin e parë, pra po flasim për finalin e fundit me Skënderbeun, por shkojmë të mundësi. Krosimi që largohet nga lojtari i Partizanit, tashmë edhe një herë shikohet zona. Tjetër krosimi i fortë shkon drejt në duart e portierit Zadeja, që edhe një herë provon me shpejtësi një top të gjatë në një zonë ku mund të provoj mundësia e mirë, por e pa kuptim të ka pozicion është loje. Vështirë për ta kuptuar pasi në momentin e nisjes duke sigur mbrojtësi Billa ishte më përpara Alesios, megjithatë nuk vlen pasi e flamuri ngritur pra nga Tafaj. Pra në rast të fitore, Partizani do të vijojë luftën për vendin e parë deri në fund, pasi duhet shumë punë në një duel me Lacianot, e skuadra nga Kurbini. Teksa Laci ka një sfidë të vështirë ditën e nesme ndaj Vllaznisë, ndaj edhe kjo fitore do të marrë shumë vlera, me shpresën që të arrijmë të fitore pra. Të qëndrojmë në krye, por do na duhet edhe një gol avarazh që në këtë fushë nuk është e lehtë. Të paktën kështu po rezulton deri në këto 19 minuta. Një skem kjo e skuadrës Vorës, le të shikojmë, provon dhe e ka shumë të vështirë, numër 17 ta mbaj brenda vijave, e dorëzon lehtësisht. Ju kujtoj që përpara kësaj sfidës është zhvilluar ndeshja e Bylis Apolonia dhe ka përfunduar me rezultatin 6-1. Është edhe Bylis që rikthyer tek fitoret pas fitores ndaj Vllaznisë në rezultatin 3-2. Tashmë kanë mposhtur Apolonin ndaj dhe kjo grupmosh po bëhet shumë e nxehtë, shumë interesante deri në fund. Dhe faza play-off pritet të jetë vërtet shumë e luftuar për titull kampion patjetër, por edhe për një vend në peshen pra. Teksa jeni informuar në transmetime tjera, ju kujtoj që në fazën e tretë pikët përgjysmohen. Nëse skuadra e vendit parë ka 30 pikë, shkon në 15 pikë, ndërkohë që vendi i dytë edhe sikur të jetë 10 pikë diferencë, pra shkon në 5 diferenca. Gjithçka hapet, por shpresoj që Partizani të ketë krijuar një diferencë deri në atë moment. Niset Qamili, krosimi drejt zonës, provon shtatlarët e kuq, tashmë në vështirësi largon në Vora. Edhe një herë gritet Çupi. Sërish për Ersi Qamilin. Lëviz mirë për Çupin tashmë, që e mban edhe pse në vështirësi e dërgon tek Renga. Mundësia për Partizani, era Renga. Lëviz mirë, provon zonën, Çupi, mundësia goditse, nuk ani dot, tashmë është Alesio Demiri, që me një lëvizje kuptohet, por nuk ka më vlerë pasi ka një flamur të ngritur, është pozicion e shloje. Ideja ishte mirë, por u vlerësua. Megjithatë Akademia Partizani po bën mjaft mirë në këto javë të para, pra teksa skuadra e 9 vjeçarëve, pra jemi në javën e 7. Megjithatë është java e 8, por Partizani ka një ndeshje më pak, një sfidë që pritet të jetë interesante ajo mes Partizanit dhe Skënderbeut. Skuadra e Korçare e angazhuar në Kupat e Europës, tashmë do rikthehet në përballjet e kampionatit, ku e pret një sfidë zjarrt ajo mes Partizanit dhe Skënderbeut. Janë disa përballje që kanë rezultuar vërtet shumë interesante në këto 2-3 sezonet e fundit. Megjithatë jo vetëm 9 vjeçarët që bëjnë një paraqitje të mira, ashtu dhe 18 vjeçarët kanë ecuri mjaft e mirë, 17 vjeçarët gjithashtu qëndrojnë në krye edhe pas humbjes. Ndërkohë që
rikthehen tek harmonia, tek rezultatet e mira. Edhe 16 vjeçar që zhvilluan një takim mjaft të mirë në Arenën e Demave javën që shkoi. Edhe presim një rezultat pozitiv në Fier ditën e nesërme. Ndërkohë që gjithashtu të 15-14 vjeçarët, por dhe 13 vjeçarët janë vërtet në një kampionat, në një paraqitje fantastike. Si radhë herë, Akademia e Partizanit tashmë është me të gjitha skuadrat në top 5 pra, do të luftojë deri në fund për titull kampion. Duhet të luftojnë për më shumë se 2 trofe pra, në sezonin që lan pas, ishte 17 vjeçar që fituan kampionatin, ndërsa 18 vjeçarët kampionatin dhe kupën. E shpresojmë që këtë sezon të bëjmë diçka më shumë. Provon Banushi. Ka fallo ai tij, goditje dënimi për Partizanin. Në një pozicion goditës, por edhe pse jo një krosim të rrezikshëm nga mengjërashët. Ashtu siç edhe kanë bërë gjithmonë, është Qamili dhe Sario. Në zonë kemi Vatën, Arapin, Nelën, por gjithashtu dhe Banushin. E megjithatë një skuadër jo shumë, le të themi, e lartë në centimetra, por që ditë godas, ditë gjuaj momentin dhe të shfrytëzoj hapësirat. Ashtu siç bëri dhe Era Renga, edhe pse nuk është një nga më të gjatit në zonë, por e goditi Dinamo në momentin e duhur, në vendin e duhur, duke dhënë Partizan një gol mjaft të rëndësishëm, gol në avantazh, gol në fitores. Është minuta 24. Sario dhe Qamili. Ka të lojtarë kërkuar portieri Salla në mur. Me përsipër Qamili. Goditja mirë, shikoni. Krijon një iluzion goli. Një goditje që kalon pak centimetra mbi trekëndshin e portierit Salla. Por përvoj Ersi Qamili. Tashmë Billa. E kalon tek numri 17 Dyrmishi. Në vështirësi tashmë numri 75 Marinaj. E kalon tek Salla. Billa. Hap lojën në të majt. Provon të dalë skuadra e Vorës në një top të gjatë kur kërkohet si gjithmonë i vetëm Sheshi. Qamili. Me Demiri nuk arrit dot kombinimi pas ndërhyrjes së numrit 88, por vjen Qamili, bën mjaft mirë, shikon zonën, krosimi më njershëm. Mundësia e pa besueshme shtyll. Abdu Sario. Çfarë kemi humbur në këtë çaste? Shtylla. Ndal golin në minutën 25 Sario, por edhe një herë Qamili. Një krosim mjaft të mirë, por jo vetëm krosimi, edhe rekuperimi i topit i mënjëhershëm në një zonë të favorshëm. Partizani shumë pranë golit, skuadra kuqe. Bodini. Marinaj. Edhe një Laçi. Në të majt. Aliu. Laçi. Bodini. Provon të luajë me qetësi, të dalë përpara si në çaste teksa Mulla i ndërhyj Qamili, ndërhyj ndonjëherë edhe rekuperon mjaft mirë Dyrmishi, shikon zonën, cross i rrezikshëm Tokazi që largohet nga Griti Çupi, provon Bodini, ndërhyj Renga, edhe një herë Bodini ka në kontroll. Sërish del fituese skuadra Vorës me këmbgulje të një pas njëshme. Laçi drejtohet zonës, gjithmonë Laçi provon goditjen vetëm ndërhyjnë Dervishi. E më pas largohet në një farë mënyrë, kërkohet mbështetja pjesë tjetër të skuadrës teksa Nela dhe Sario zbresin poshtë për të mbyllur korridorën, për të qenë pranë pjesë tjetër të skuadrës, por jo, nuk arrit dot Partizani. Megjithatë ky krosim jo i mirë shkon në duart e portierit Darius Zadea, që këtë herë nuk provon me shpejtësi pasi edhe skuadra nuk është vendosur mirë, preferon një top të shpejt Tokazi. Një top të lehtë, le të themi, me qetësi. Vata dhe Dervishi në qendrën e mbrojtjes. Tashmë Qamili. Edhe një herë lëviz mirë në duelet shpeshta me Mullën. Vata, shikon lart, një top të gjatë
Ideja mjaft e mirë në zonë të kur Renga mund provoj, ndërhyn për një çast Marinaj që del fitues. Kalon tek mesi fushës, aty ku Sheshi. Në topi gjatë dhe mjaft i mirë për Aliun, i drejton zonës. Vata, ndërhyn Vata, më pas duhet ndërhyja portierit Zadeja që ka mbetur i dëmtuar. Por që një zbritje e rrezikshme nga krahu i majt e skuadrës së Vorës. Shfaqet i revoltuar. Në këtë çast edhe trajneri i skuadrës pra Fatjon Mohamedi, ndërkohë që nxiton Kevin Beqiraj për të ardhur në ndihmë portierit Zadeja që ka mbetur i dëmtuar në atë përplasje me Aliun. Asgjë serioze për Zadejan që ngrihet ngadalë me qetësi. Edhe pse ishte një moment, një përplasje e rrezikshme. Do të ishte treguar me kujdesshëm, por në të tilla raste pra kujt Aliu, pra sulmuesi i cili e shikoi në pamundësi për të arritur në top. Ndërhyu. Bët gati Zadeja ta shkelmoj me forcë. Drejt gjysmë fushës së Vorës, aty ku lufton Banushi. Tashmë mjaft mirë Dervishi. Edhe Renga për Nelën, por ndërhyn aty numër 75 Marinaj. Marinaj. Turmishi. Mulla. Edhe një Mulla. Kupton gjithçka Dervishi, i cili provon ta nis tek Sario. Tashmë do të kemi kujdes pasi nga krahu i majt, shikoni. Vora provon. Ka faul për vendasit, e nisi shpejt me numër 88 Kashari. Laçi, Kashari. Marinaj. Edhe njëherë provon skuadra Vorës. Bodini. Dyrmishi. Një cross drejt zonës. Dalja e mirë është me portierit, por shikoni duhet të tregon kujdes në portë, është përshtatisur. E më pas kjo goditje jashtë kuadratit. E 30-ta minutë, një mundësi mjaft e mirë për skuadrën e Vorës. Që shfaqet rrezikshme atë krosim në vërshësi Zadeja. Nuk mundi dot ta mblidhte në duar. Një top që mbeti në zonë me pas tentativa e sulmit Vorax. Nuk ishte efikas, i top shkoi jashtë, por edhe një herë provoi në vendasit që tregon të rrezikshëm nga e majta tek Aliu. Dhe gjithmonë Aliu. Mundësia rrezik kjo, por ka pretendime në radhë të skuadrës së Vorës. Gjithçka e rregullt. Topi që shkon jashtë. Ndërkohë që Partizani nis me shpejtësi tek Qamili. Nuk arrit dot Nela. Salla. Kashari. Kapsira Dyrmishi, i cili provon të marrë metra, ka përballë Qamilin. Tashmë numër 91 Mulla për Dyrmishin. Shikoni çfarë mundësie Aliu. Provon të kalojë me të majtën, e dorëzon detësisht, por çfarë bën Partizani këto çaste, lejojmë shumë Vorës dhe nga momenti në moment rrezikojmë shumë. Duhet patjetër të tregojmë të kujdesshëm në të gjitha raportet, por ndryshe vendasit do shënojnë dhe do bëjnë, do ta komplikojnë shumë të sfidë.
Është Zadeja, i cili bëhet gati shkelmoj një top drejt gjysmëfushës tjetër, pra tek pjesa e Vorës, aty ku Partizani do provojë një herë, por më parë le të shikojmë gjyqtarin, pra Dyrmishi. I cili ka diçka për të shtuar me pankinën, me drejtuesit e pankinës së Vorës. Qamili. Renga, Nela. Provon Renga, ka rritur mjaft mirë, edhe pse në vërtetësi tashmë është Nela. Alessio Demiri, Sario. Gjithmonë Sario. Provon i vetëm. Krosimi që bllokohet. Shkon në goditje Këndi. Është goditje e dytë nga Këndi për Partizan dhe 4 në total. Barazohet dhe numri goditje nga Këndi. Me të kuq që shkojnë me shumë fanellë në zonë tashmë. Si ndryshe më parë në goditje standarde, afrohet dhe Bata, Dervishi dhe Arapi gjithashtu, ndërkohë që ekzekutues është Ersi Qamili, i cili vërtet me dëmajnë e tij ka treguar që është shumë i rrezikshëm. Shpresojmë. Qamili, krosimi plot i mirë, provon Partizani, Arapi, Vata, edhe një herë, tjetër mundësi, topi që mbetet në zonë. Le të shikojmë, ka një pretendim, por nuk ka asgjë sipas gjyqtarit Dyrmishi. Tashmë mundësia e kundër sulmit teksa Aliu është Dyrmishi ndjes, edhe pse në krahun e majt tashmë është Dyrmishi që provoi të befasonte. Tashmë mundësia për Partizani. Nela, Renga, ka mundësi era Renga, shikoni. Një vendosje e mirë e skuadrës së Vorës, Renga e koton në të parë dhe shkon në rjet 1-0. Ka shënuar Partizani, sapo ka hyrë minuta e 35 dhe Renga zhblokon sfidën. Një goditje Tokazi që nuk i las një shans portierit Salla. Zhbllokohet sfida në këtë mënyrë, një kundërshtim i shpejt, por një goditje e Rengës pra e menjëhershme. Unë duke parë dhe vendosin e portierit, edhe duke mos i dhënë asnjë mundësi, pasi goditja ishte Tokazi. 1-0 në një moment ku gjithçka dukej si e barabartë, pra me të dyja skuadrat që luftonin sa në një ekran në tjetrin. Shënon Partizani fal cilësive dhe aftësive talente këtyre djemve, e zhbllokojnë në këtë mënyrë. Pra 1-0. Le të shikojmë tashmë reagimin e skuadrës vendase, teksa janë në disavantazh. Sfida pritet të bëhet mjaft e bukur. Ndërkohë që jemi në 10 minutat e fundit të pjesës së parë. Sapo ka hyrë dhe minuta 36, por tashmë do duhet të luftojnë fort por të mos e lejuar skuadrën e Vorës por ta mbyllë këtë pjesë të parë në avantazhin minimal, por shumë të rëndësishëm. Një gol që erdhi në momentin e duhur, le të themi, teksa u krijua një ide që ndeshja po shkonte drejt një barazimi në këtë pjesë të parë, por Partizani fal cilësive të elementeve që kanë gjyën e skuadrës e zgjidhni mjaft mirë tashmë mundësia Abdu, por në momentin e fundit nuk arrin dot ta mbajë brenda vijeve. Edhe pse rekuperoi një top mjaft të mirë në atë zonë ku mund të shfaqe rrezikshëm, por që me forcë duhej shkon në venancore. Tashmë provon Vora. Bodini. Top në krahun e djathtë tek Dyrmishi, krosimi me njershëm, i rrezikshëm, largon Vata. Edhe një provon Kashari. Bodini, Aliu. Tjetër cross që shkon drejt në duart e portierit Darius Zadeja.
Është Zito pra, i cili ka qenë një nga më të aktivët në krahun e Majtin, një korrigjim të vogël, duke kërkuar ndjes edhe për Zito, një lojtar vërtet shumë efikas, i cili ka shfaqur talentin e tij jo vetëm në këtë sezon, por sezon që lan pas ishte nga më aktivët, madje u shpall tek 11-çja më mirë e grupmoshës 18 vjeçar për një shkëm të mundësitë të Partizanit, e Banushi, gjithmonë Banushi e godet dhe ndërhyj Salla më pas largohet nga mbrojtja. Çfarë mundësie për shënuar në golin e dytë. Tashmë duhet të tregojmë të kujdesshëm pasi provon edhe një herë Zito. E më pas i vjen Aliu, tashmë është Partizani që kërkon të dalë edhe një herë topi drejt Zitos. Provon të mbron me sukses aty Dion Vata. Opano, qeto profesor, Opano, shumë mirë, hajde iku, maroj. Ej. Por ka një faull që niset me shpejtësi. E 39 minutë. Jemi në avantazh në golit shënuar nga Renga. Mundësi tjetër për provuar një kondicion të shpejt. Shikon lëvizjen mjaft mirë Sario, topi është i saktë drejt tij, por nuk e merr siç duhet. E tashmë ka në kontroll Marina për billën. Kashari, Marinaj, edhe njerë për Kasharin, e dërgon tek Bila. Aliu, Bila, Kashari, tashmë është Marinaj. Kashari, shikon lëvizjen e Sheut. Sheshit njes që fiton faull, goditje e lirë në mesin e fushës. Në sakt aty tek vija rrethit, një faull që ekzekutohet me shumë mundësi me shpejtësi tek Bodini. 40 minutë luhet tashmë në Ahmetaç. Mulla, Qamili, i sakt. Tashmë niset Partizani. Sario Abdu, Qupi, i minjëhershëm këtë top drejt Qamilit, por ndërhyn mbrojtja e skuadrës së Vorës, edhe një herë Qupi, por ka faull në mesin e fushës, e pa rregull kjo ndërhyrje. Me shpejtësi dhe niset skuadra vendase që kërkon të shfrytëzojë minutët e mbetura për të vendosur baraspeshën, por Partizani këtë çast është vendosur mirë. Do të kërkojë maksimalisht ta mbrojë këtë avantazh të paktën kjo pjesë e parë, mjaft e rëndësishëm. Sario, Qamili, topi drejtohet drejt zonës ku ndodhet Nela i vetëm, që ushtron në pressing dy shtatlartëve. Billës dhe Marinajt. Shkon një tjetër top në zonën ku është Zito. Gjithmonë në Zito, problematik, kërkon ta dërgojë tek Aliu. Nuk arrihet ky pas me themër. Renga i spostuar në të djathtë tashmë, ndërkohë që si shikoni Abdu Sario ka kaluar në të majt. Kjo është një lëvizje taktike pas golit të shënuar. Ka vendosur të ndryshojë diçka në pjesën e skemës së sulmit, por më shumë për t'ia dhënë ndihmë dhe krau të djathtë të mbrojtjes aty ku Aliu dhe Zito janë shfaqur vërtet rrezikun, ndërkohë që Renga, ndryshe nga Sario, ka shumë aftësi të mira edhe defensive në përballjet në luftën 3-3 për top pra në gjitha dy luftimet. Megjithatë le të shikojmë një top i shpejtë, mjaft i mirë Qupi, nuk ka arrin dot tashmë provon Nela. Gjithashtu dhe Nela nuk arrin dot të gjejë Demirin. Provon Zito tek Aliu. Edhe një herë skuadra e Vorës me Billën.
Një top i fortë i lëshuar drejt Dermishit. Mbyll për një çast Qamili, por Dermishi drejt zonës, një mundësi e artë, por fatmirësisht Mulla nuk arriti ta godasë, ndërkohë që Vata e mbron me forcë duke fituar këtë rivendje fundore. Një tjetër moment i rrezikshëm pranë zonës së Partizanit. Niset Darius Adeja. Drejt zonës ku ndodhet Arapi. Renga. Rivendja ansori për këtë Partizanit. Zadeja. Vata. Mjaft mirë tek Banushi. Le të shikojmë çfarë sytë aksion Sario. Gjithmonë Sario, çfarë bën Sario me këtë të djathtë? E pa kuptim të kjo goditje. Nuk arrin dot. Këto shkon në faul pra, ndjes teksa ka hyrë te minuta 45. Është goditje e lirë për skuadrën e Vorës. Madje me sa shikojmë është edhe ndeshkuar Griti Çupi. Tjetër ndërhyrje mjaft e mirë Sarios. Por që prekja e fundit ka qenë e Abdu Sarios, lojtarit me numër 19, 18 vjeçarit nga Gambia, ka shënuar 3 gola me skuadrën e 9 vjeçarëve. Provon Partizani, Demiri, Dervishi. Kemi hyrë në kohën shtesë. Nuk kemi arritur të kuptojmë sinjalizimin e gjyqtarit Dervishi, pasi shpesh pra në futboll moshe ky komunikimi bëhet me kufje, por që shpresojmë që në vazhdim të na krijohet një mundësi të paktë me shenjat e gishtave për të krijuar një ide rreth minutave shtesë. Të dyja pjesët pra. Drejt mbylljes minuta e parë shtesë, provon Vora që nxiton të luaj këtë top. Kërkohet Mulla. Edhe një herë këmbgul aty. Bodini. Ka ngacmimin e Banushit. Vjen dhe Demiri, i cili dërgon rivendje ansore. Laçi. Aliu. Drejt zonës. Duhet të ndërhyrje Zadejas, dhe ashtu është. E mbledh në duar portieri Darius Zadeja. Nis me shpejtësi Partizanin. Nejt Banushi. Topi drejt Rengës. Përmbyllet për një çast. Këmbgul Vora tashmë. Ndërin Vata. Dhe rivendja ansori për këtë Partizanit. Por le shikojmë
nuk ka më kohë mbyllë tu kjo pjesë e parë, avantazhi minimal, por shumë të rëndësishëm, një gol shënuar nga Era Renga në minutë 35 mban avantazhin skuadra kuqe që do synoj në pjesën e dytë të ruajmë dhe të vazhdojmë për një tjetër gol për të shkuar pra në krye të tabelës aty ku vërtet e meriton kjo skuadër. Shihemi dhe dëgjojmë pas një pushimi të shkurtër të pjesës së dytë të takimit javës së 8 për grup moshën e veçarë. Do s'lejohet të rishën ty? S'lejohet të rishën? Po presion ancor. Përshëndetje miq të Partizani Channel, rikthehen të pjesë të dytë të takimit, pra Vora Partizani, takimi i javës 8. Pjesa e parë mbyllet me avantazhin minimal por shumë të rëndësishëm të skuadrës kuqe, që tashmë ka një mision mjaft të rëndësishëm në këtë fraksion për të siguruar këtë fitore të rëndësishme, por dhe pse jo të shënojmë një tjetër gol, pasi dhe në tabelën e rënditjes na duhen të paktën më shumë se 2-3 gola. Megjithatë, jemi vetëm në javën e 8. Le të fokusohemi, të marrim ndeshjet një nga një, ashtu siç edhe ka bërë vërtet kjo skuadër, teksa ju kujtoj që kemi fituar ndaj Dinamos javën që shkoi, mori një barazim në Laç 2-2. Një rezultat shumë i rëndësishëm. Ndërkohë që shikojmë që ka zëmësi në radhë të dy skuadrave, teksa për Partizanin kemi Himallari në fushë, ka lënë fushën Nela, ndërkohë që Kashari jashtë fushë dhe Sulaj për Vorën, pra me numër 8 Sulaj, ndërkohë që Himallari mban numër 26 në këtë sfidë. Elson Himallari, i cili dhe Dion Vata, të dy sapo kanë mbushur 16 vjeç, janë pjesë e 9 vjeçarëve. Vërtet një progres i madh për këto dy djem që janë pjesë vërtet të rëndësishme të Akademisë Partizani, por që në të ardhmen shpresoj të kontribuojnë dhe për skuadrën e parë. Do ishte një gjë mjaft e mirë, ashtu siç edhe kemi parë në skuadrën e parë dhe Vatën dhe Himallarin, sidomos në kupën në ndeshjen e fundit, pra në trofeun Conference League, në kupën e Conference League, në ndeshjet e play-offit, teksa në Estoni, në atë barazim 1-1, Vata dhe Himallari morën shumë minuta, por le të shkojmë te moment teksa Himallari ka mbledhur dëmtuar.
në një duel mes dy lojtarëve të skuadrës së Vorës. Nuk ka asgjë serioze, nuk do duhet ndërhyrja e stafit mjekësor, ngrihet Edson Himallari. Tashmë bëhet gati Dion Vata. E kalon me shpejtësi tek Dervishaj. Edin Vata. Tjetër topi gjatë i fort i mirë drejt zonës ku janë disa fanella të kuqe, por nuk kanë dot Banushi. Tashmë provojnë me shpejtësi aty skuadra e Vorës. Të mishin. Mulaj. Zito. Gjithmonë Zito. Shikon zonën, krosimi fort i mirë. Por që nuk shkon në të njëjtën trajektore dhe sulmuesi i Vorës tashmë mundësi për Sarion, i cili nuk arrin dot të nisë Himallarin. Që prisë diçka më shumë nga ky pasim i Abdus në një pjesë të fushës kur mund të krijonte një moment të rrezikshëm Himallari. Kërkohet Alesi Demiri. Laçi. Provon Çamili. Në forcë mban aty Marinaj. Dhe kartoni me njëhershëm i verdh për Demirin. Pas këtij faulli ndaj numrit 8 Sulaj bra. Edhe njërë të djathtë. Dyrmishi dhe Mullaj mbyll për një çast Partizani. Provon të niset Demiri. E ka në kontroll Çamili. Me shpejtësi tek Sario Abdu. Demiri. Ersi Çamili. Fiton të revenansore. Sario. Provoni vetëm Abdu. E hap në krahun e djathtë tek Renga. Mundësia për provuar. Ka pranë Himallarin krosimi drejt zonës, goditja e pabesueshme shkon drejt në trupin e portierit Sala. Çfarë mundësie provoi Alessio Demiri, i cili ishte në koordinata në vendin e duhur, por goditja Alessio u bllokua nga Sala. Shkon në këndore, treta për Partizanin. Luhet minuta 51. Pasur mundësinë më të mirë për të dyfishuar rezultatin. Një krosim në detaj të era Rengës. Por që fatkeqësisht Demiri nuk arrit dot. Gjithsesi, provojmë topin në rëmuj, provon Dervishi. Vora ka në kontroll, nisën me shpejtësi tek Dyrmishi. Është më së i drejtë ky vendimi Virojësit për një postë jashtë loje, dukshëm më i avancuar lojtari i skuadrës Vorës. Dhe merr me gjithësi aty Marcelo Dervishi, i cili e kalon tek Zadeja. Tashmë është Dion Vata. Zadeja. Dervishi. Me forcën poston në djathtë tek Renga. I vjen ndihmë dhe Arapi. Topi drejt Himallarit. Nuk arrin dot Himallari për një çast, gjithsesi provon topin e dytë. Laçi. Në fushë kemi edhe Vathin, i cili ka marrë vendin e Mullës, pra me numër 3.
Med Vathi, 18 vjeçari. Dhe Vathi vërtet një lojtar mjaft interesant. Shikojmë në zonën tashmë Renga. Le të shikojmë era Renga, por më parë ka ndërprerje pasi është pozicion e shloje. Dervishi. Kërkon Salion. Vathi. Por nuk arrit dot, gjithsesi ka fituar një faull skuadra e Vorës. Një goditje e lirë. Ndërkohë që Salio do të bëjë kujdes me protestat. Momentalisht kemi 2 kartona të verdh dhe të 2 kartonat i përkasin Partizanit, Alessio Demiri dhe Grini Çupi. Çupi nuk rrezikon me 2 kartona të verdh momentalisht. Pra, nuk rrezikon ta kinarsh, ndërkohë që për Demiri ky është kartoni i parë i verdh. Por një moment shumë i rrezikshëm e Krau i Djath, shikoni drejtohet zonës dhe më pas kjo goditje ndër Zadeja. Fort e menjëhershme. Or Zadeja u dërgoi gatshëm. Bata. 55 minutë. Vora u tregua rrezikshme. Ata zbritë shpejt nga Krau i Djath, madje edhe goditja ishte fort e plot, por do duhet ndërhyja e Darius Zadeus. Për shmangun gol i barazimit, por shikoni sa rrezikon në këto momente Salla në vështirësi. Skuadra Vorës, por arrin të dalë, edhe pse është në shumë vështirësi, duke filluar nga këmbët e portierit Salla deri tek mbrojtja. Tjetër këmbgulje të Majt, vjen kjo spërkat të saktë, rregullt e Arapit që nis me shpejtësi Rengën. Ka faull e tij, ka faull e dukshme kjo ndërhyrje e pa rregullt. Tashmë kërkohet një sulm nga Krau i Majt. Arapi. Financiar për këtë Partizanit. Renga. Vata, edhe një herë me forcë. E shkelmon drejt një zone ku duhet ta sulmojë i Mallari, edhe pse është e vështirë pasi topi më parë ka kaluar vija nënësore. Dhe i përket skuadrës së Vorës. Tjetër mundësi, por e pa rregullt. Një pjesë e parë që përngjan shumë dhe me pjesën e dytë me skuadrën vendase që deri diku shfaqet rrezikshëm me Partizanin që tregohet cinik, por shumë i rrezikshëm edhe skuadra e kuqe. Vata. Po mund të dalë skuadra kuqe me Arapin. Por nuk arrihet ky pasim drejt Himallarit. E tashmë godit dënimi.
Himallari, Sario. Provon nisë Himallari, një vetëm, rrethuar nga 3 faner. Po gjithsesi, vjen këtë top drejt Demirit. Renga, shikon zonën, godet me forcë, bllokohet për një çast, këmbgul një herë Era Renga. Arrin ta mbaj brenda vijave, duke fituar këtë goditje këndi. Është e katërta. Krijojmë një epërsi në goditjet nga këndi, duke shënuar 4-2 në total. E merr me gjithësi aty Ersi Qamili. I cili edhe një herë do të tregohet i rrezikshëm me krosimet. Mjaft i mirë krosimi, goditja. Nuk arrin dot Partizani e më pas vjen kjo goditje jashtë kuadratit. Por në një duel ka mbetur i dëmtuar për një çast Himallari. Shumë pranë gjyqtari Dyrmishi pra. Ka parë gjithçka. Renga. Tukon Çupin. Ka fituar një financore. Demiri. Dervishi. Në një formë goditës e largon nga i moment i rrezikshëm. Tashmë provon Vora. Në zonë. Sheshi. Në vërshësi. Qamili. Vata tashmë. Një pasim i thjesht drejt Rengës, që me forcë kërkon Sarion, e priste Himallari, që kishte shumë fush, shumë mundësi për provuar gjithsesi këtë top për Abdun. Gjithmonë Abdu. Por më parë topi ka kaluar vijën anësore dhe i përket të skuadrës së Vorës. Pra që rasti kujtoj dhe njërë rëstate arritura në ditë e sotme teksa skuadra e 17 vjeçarëve ka pasur vërtet një përballje të vështirë, një sfidë ku të kuqt e Algert Hurës janë poshtë në rëstate 4-1, por gjithçka ndryshoi në ato episod teksa Partizani ndëshkua me një penallti, por në të njëjtën kohë me karton të kuq, një vendim i dyfisht ndëshkues për skuadrën e kuqe që tashmë rrezikon të kreon, por kjo pak rëndësi ka. Shpresojmë që skuadra e Algert Hurdës të reflektojë të kalojë këtë moment delikat. Ndërsa tashmë jemi në këtë përballje që deri në këtë çast rezulton pozitive me skuadrën e kuqe që ka avantazhin, por edhe Vora tregohet shumë e rrezikshme në çdo dalje. Ndaj edhe pritet të jetë një sfidë mjaft interesante deri në fund. Sario. I përket Partizan kjo rëvendje që tashmë do të bëhet gati të kryejë një tjetër zëvendësim. Shkojmë pranë vijës, pra kemi dhe Skejën me numër 7 që hyn në fushën e lojës, ndërkohë që jashtë fushë Alessio Demiri. Por gjithashtu Murati hyn në fushë për skuadrën e Vorës, jashtë fushë Demiri, pra Murati me numër 66. Zito.
krahun e djathtë. Durmishi, shikon çfarë lëvizje, por kupton mbyll gjithçka Dervishi, që nisë Rengën me shpejtësi Renga. Mund provoj Partizani tashmë. Era Renga. Ka pranë Himalarin. Topi është drejt Himalarit. Është distancë e konsiderueshme, provon në Himallari, por qendrore. Është largë distanca, mbi 25 metra, por provoi të çlirojë të martën Edson Himallari. Pra në krye dhe zëvendësimet e dy skuadrat, teksa në total prej 5 zëvendësimesh, 3 për Vorën, ndërsa 2 për Partizanin. Dal nga dal i drejtomi 25 minuta e fundit, por që kjo sfidë prit të dhuroj emocione deri në fund. Me Vorën që momentalisht është në vendin e fundit. Pra nëse do ta konsiderojmë të rezultat përfundimtar, Vora pas 8 takimesh qëndron në fundit me 5 pikë. E vetme gjë që e favorizon momentalisht skuadrën e Vorës për të mos rrezikuar është pjesa e përgjithësimit të pikëve. Pasi gjithçka bëhet e hapur, gjithçka bëhet shumë e favorshme, por le të shkojmë. Renga, krosimi i hershëm drejt Sario provon dhe traversa, më pas ndërhyn numri 75 Marinaj. Një moment mjaft i mirë për Partizani nga krosimi i Rengës te goditja e Sarios, por fatkeqësisht të herë ishte traversa ajo që ndali golin e dytë, një gol që do ishte vërtet shumë i rëndësishëm në këto minuta. Provon tashmë Vora, luhet minuta 65, ka një mundësi pasi skuadra e Partizanit vendosur e tëra në gjysmëfushën e Vorës. Zito për numrin 8. Krosimi i Sulës e më pas goditja që shkon në lehtë për portierin Zadeja, që provon me të njëjtën mënyrë me shpejtësi ta kalon në të majt tek Renga, që ka zbritur shumë për të bërë një urlidhse me pjesën e mbrojtjes dhe sulmit, teksa Sken kemi në krye të sulmit, ndërkohë që Panushi është vendosur në të majtë gjatë të kësh, vetëm një moment dublues, le të themi. Pra Vora qëndron në vendin e 10 me 5 pikë, ndërsa Partizani shkon në kuotën e 17 pikëve, por që me 2 gola diferencë, pra dhe duhet paktën më shumë se një gol që Partizani ta kaloj edhe Vlaçin. Pra ta kaloj Vlaçin me gol avarazh. Megjithatë, pra jemi shumë herët për të folur për renditjen dhe për mendimin final. Provon Himallari. Nuk ka arritur dot. Rëvina nësër për këtë Vorës, edhe një herë që provon në të majtë tashmë. Lëviz mirë aty. Sula. Edhe një herë shkoni Durmishi, goditja jo e mirë në një pozicion vërtet të favorshëm. Nuk arrit dot i marrë më të mirë numri 17. Qupi, një marrë jo e mirë, japi mundësi tashmë Vorës me Sulën, që fatmirësisht nuk arrin dot të dërgojë të top drejt Durmishit, Himallari. E ka të vështirë ta kontrolloj e më pas ky moment teksa Laçi dhe Aliu e vendosin në mes të Himallarit. Ka taka të ngritura të dukshme, nuk ka për protestë në këtë çast, teksa Skeja shkakton një faull, goditje dënimi. Bëhet gati numër 77, Aliu. Që kemi përmendë më shumë se duhet, duke qenë se dhe ka qenë nga 3 e vogël me Ziton. Ka një pretendim për një penalti në zonë. Arapi provon ta mbrojë dhe thjesht një rivendje anësori për këtë Partizanit.
68 minutë. Zadeja pas atij dueli ai Robra ka shfaqur një shqetësim të vogël. Ndërkohë që Qamili do të gati të ekzekutojë këtë rivenancore. Provon të gjejë Rengën. Ka mbyllur gjithçka lojtari i Vorës që drejtohet zonës mundësia me pas largon Arapi. Tjetër moment i rrezikshëm në zonën e Partizanit. Do na duhet patjetër një gol për të vendosur qetësinë dhe për të siguruar një fitore të rëndësishme në javën e 8. Të rëndësishme për sa i përket Kreut, të rëndësishme për sa i përket frymës së Çoris. Në shumë faktore që ndikojnë të kjo ndeshje që në letër dukej e lehtë, pasi përballë kishim një skuadër të vendit të 10, por në këtë kompeticion, në këtë kategori, në këtë grup mosh, nuk ka sfida të lehta. Diçka bëhet shumë e fortë, sa vjen bëhet akoma e vështirë. Si në këto çaste provon Vora me Laçin, lëviz mjaft mirë Laçi, por kjo spërkat e pastër e rregullt e Çupit. Skeja. Këmkull Skeja. Aliu. Zito. Hap lojën në të djathtë, me forcë, drejt Dyrmishit. Një tjetër krosim drejt zonës, largon Vata. Çupi. Është e tërë skuadra e Vorës në gjysmëfushën e Partizanit. Si shikoni, vetëm Billa që ndron në ngjitur me vijën e mes të fush, por nga krahu i skuadrës së Vorës, pra i vetëm që mund ta quajmë pjesa tjetër, janë të gjithë të vendosur në gjysmëfushën e Partizanit kur kërkohet me gol i barazimit si në këtë çast ku mund të rrezikoj shumë, por duhet një ndërhyrje me qetësi largon Vata, pretendon për diçka ty Zito. Ndërkohë që Skeja provoi që ma të pressing. Zito. Ike nga kontrolli. Ishte Aliu ndjes i cili nuk arritu të marrë siç duhej duke e dorëzuar jashtë vijave. Kryet një tjetër zëvendësi në radhë skuadrës Vorës teksa del nga fusha e lojës pra. Është Marinaj dhe vendet tjetër me Shkurti. Provon edhe një herë. Vora. Mundësi për Partizanin nga krahu i majtë era Renga. Ka vrapuar shumë ky djalosh. Autori i golit të vetëm. Mundësia drejt zonës. Renga lëviz mirë me pas topi që shkon në goditje këndi. E pesta për Partizanin, këmbgulja e gjatë e Rengës nga krahu i majtë, vërshoi drejt zonës. Le të shikojmë çfarë sjell kjo goditje. Goditje këndi teksa shtatlartët, është një skemë e shpejt. Qamili. Mundësia largohet nga mbrojtja e Vorës që provon me kondicion të shpejt. Duhet dalja e Zadejës. E largon dhe bën mjaft mirë duke nisur skuadrën një herë nga krahu i majtë me Qamili pas Renga ka shkaktuar faull. Kam mbeti dëmtuar lojtari i skuadrës Vorës në atë përplasje me Rengën. Edhe njërë. Shkoni, mundësia goditëse. E krijon hapësirë Sula. E kalon të majtë.
por has vërgjësi gjithësi ka arritur ta kontrollojë, ta dërgojë drejt Gzitos. Largohet me forcë nga Partizani. I vetëm Skeja. Shumë fanella të Vorës në atë zonë. E tashmë Renga është ajo pra çfarë edhe ju thash pak çaste më parë. Renga zbret shumë duke asistuar, duke ndihmuar dhe fazën duke bërë dhe fazën defensive mjaft mirë. Si në këto çaste. Por që duhet të luftojmë të gjithë së bashku për të siguruar 3 pikë mjaft të rëndësishme, mundësi mjaft të mirë. Sario nuk e merr siç duhet, i ndërhyn Sulaj. E tashmë Renga, por ka shkaktuar faull. Goditje e lirë për Vorën. Pra, gjëra të kujtoj që ditën e nesme kemi dhe takimet e 15 dhe 16 vjeçarëve. E një përplasje e rrezikshme, ka mbetur dëmtuar lojtari i Vorës edhe pse Partizani, Westi pra shkoi parë tek topi duke larguar. Përplasja ishte pa vullnetshme. Megjithatë të gatshëm pra stafi mjekësor edhe i Partizanit i shkon më një herë për t'i ardhur në ndihmë në këto çaste. Alliut, me sa duket. Ato përplasje kanë mbetur dëmtuar. Pra në këto çaste teksa po i vjen në ndihmë Alliut. Le të shikojmë nëse do ketë zëvendësime. Ose më saktë nëse vërtet do t'ja dalë Alliu, nuk ka arritur dot Alliu, pasi në fushë kemi Deme me numër 22, jashtë fushë Alliu. E jo vetëm pas kësaj përballje, por ka luftuar shumë. Mund të jetë ky edhe një zëvendësim taktik. Është goditje dënimi. Është goditje dënimi edhe pse siç edhe vetë pat ishte Westi Arapi i cili ndërhyoi parë në top. Me pas përplasje pa vullnetshëm, shikojmë mundësia. Topi që largohet me fortë, tashmë provon Sario. Nuk arrin dot Sario. Kjo gulet edhe një herë skuadra vendase. Që poston lojën të majt. Sheshi. Zito. Shkon Arapi. E mbyll mjaft mirë. Me që të si e Merzadeja. Në përgjithësi, një takim i luftuar nga dy skuadrat, por mungon pra ajo goditje, ai goli i dytë që do ta bënte më të qetë skuadrën e kuqe. Ka të zgjuar një fushë e vështirë në ditën e sotme me Taq. Me skuadra 17 vjeçarëve që është në poshtur pak orë më parë nga Vora, Vora 17 vjeçar pra me rezultatin 4-1. Megjithatë ashtu se edhe përmenda pra dhe në minutat pak më parë pra teksa Partizani përveç se mund të shkua në fraksionin e golit të barazimit, golit të dytë ndjes. Nuk u ndeshkua vetëm me penalti, por edhe me karton të kuq të mëhershëm, një vendim i dy fish ka e bërë dhe të kontestuar atë moment. Pasi në futboll shpesh kemi parë dhe sipas një rregullorje të vendosur le të themi me një
tendencë pozitive, nuk mund të dëshkojmë në të njëjtën kohë dhe karton të kuq dhe penalti, megjithatë gjyqtari e kësaj ndeshje e ka parë të rëndësishme për të vendosur dhe kartonin e kuq, por gjithashtu dhe një meshin. Ai moment pra ndikoi shumë tek sfida, teksa pas atij momenti Partizani detyrohet të luajë me 10 lojtar në mungesë të Tashos, një lojtar shumë i rëndësishëm në qendrën e mbrojtjes. Dhe hovi të vendasve që sot edhe nga prania e madhe e tifozërisë, por edhe në ambient ku të gjithë kanë kërkuar të marrin maksimumin ndaj një emri të madh të futbollit shqiptar, por edhe të akademive, Partizani, një skuadër e cila çdo sezon nuk del pa trofe, madje edhe dërgon lojtar tek skuadra e parë. Megjithatë jemi në avantazh tek skuadra e veçarëve, shpresojmë që deri në fund ta ruajmë, të vazhdojmë në këtë fitore të rëndësishme që na bashkon në krye të renditjes bashkë me Laçin, që ka sfidën ditën e nesme, ka sfidën radhës ditën e nesme në Shkodër. Do jetë një sfidë e vështirë për Laçianët, me shpresën që do të ndalen. Por me sy, me vesh, me mendje në këtë fush, teksa ka hyrë edhe minuta e 80. Ndësi mjaft të mirë, provon Vora, topi që mbet në rëmuj. E mban aty numër 22 Deme, provon tashmë Partizani të dal. Ka faul edhe goditje e lirë. Sario Banushi nuk ani dot Banushi, humbet kontrollin, ndihet dhe lodhja në këto minuta, teksa Nejt Banushi kishte një mundësi të mirë për të provuar, për të goditur, për të asistuar. Tashmë Zadeja me qëtësi shikon lart për një shkelmim të fortë. Dhe ashtu është në një zonë ku të sulmohet nga Skeja, i vetëm Banushi tashmë lufton fort, arrin mjaft mirë Nejt Banushi, shikoni mundësia për të nisur nga krau, majt është Renga, por e pret shumë, i vjen ndërhyrja e mbrojtësit të skuadrës së Vorës, me shpejtësi niset të djathtë tashmë. Laçi në këtë duel me Vatën, nuk ka asgjë shumë pranë gjyqtari, por preka e fundit ishte lojtarit të skuadrës së Vorës, proteston Vata, është goditje këndi e treta për skuadrën e Vorës. Një krosim i rrezikshëm drejtën e duart. Zjatje e mirë e Zadejes. Topi drejt Himalarit. Provon në sulmon dhe mbron mjaft mirë Himallari. Pasim për Sarion. E kërkon Himallari. Vonon në përgjithësi Himallari. Është më i avancuar pozicion është loje. Tashmë është Vora me Sheshin. Një top i rrezikshëm ndërhyn Zadeja. Skeja. Renga për Sarion. Provon të niset e vetëm, edhe pse do ishte shumë e vështirë në zonë, shumë fanella të Vorës e prisnin
Sarion që zbret deri poshtë për të ushtruar pressing, për të kooperuar të top. Ndërsa tashmë provon Deme. Krosimi që bllokohet. Skeja. Ka mundësi Sarion të majt. Provoni vetëm Skeja, i cili ka fituar. Le të shkojmë vendimin, po është një rivendësor për këtë Partizanit. Ka hyrë në minutën 84. Minuta të lodhshme për të dyja skuadrat. Pasi kanë vrapuar, kanë luftuar shumë. Ndërkohë që tashmë bëhet gati zëvendësim. Është Leshaj që do të marrë vendin e Sarios. Musa Leshaj, 17 vjeçari, i cili regjistron takimin e tretë me fanellë 9 vjeçarëve. Një pjesë e rëndësishme sezonit e fundit me 17 vjeçarët e Aldo Duros, që arrin të fitojnë titullin kampion dhe Kupën e Shqipërisë së bashku. Po le të shkojmë tashmë Vorën, që provon në krahun e djathtë të sulmit. Skeja ka fituar një rivendje anësore. Edhe njërë Partizani, Banushi e shkelmon me forcë në një zonë ku Himallari do të luftoj për të arritur dhe bën mjaft mirë, madje ka fituar të faull edhe pse restoi shumë Himallari. E gjyqtari Durmishi e ka ndërprerë për t'i dhënë mundësi Partizanit për provuar me këtë goditje të lirë. Himallari. Le të shikojmë. I drejtohet zonës, vjen nga spërkate me njëhershme. Fiton një rivendje anësore. Me qëtësi skuadra kuqe. Po le shikojmë pasi zëvendësim në radhë skuadrës Partizanit. Në fushë kemi Nakon, jashtë fushë Nejt Banushi. Pra Frenci Nako me numër 6. Sulaj. Top drejt Demes. Edhe njërë numëri 2. Bila e kalon në të djathtë, krosi drejt zonës, Himallari. Provon ta largoj. Tashmë Sheshi. Gjithmonë Sheshi. E kalon tek Deme dhe Zito janë atë zonë. Provon në Renga, por cross që shkon drejt tek Durmishi. Duk sikur kaloi vijën fundore, por që sipas gjyqtarëve është gjithçka rregullt. Rrezikshëm, shikoni, largon Vata. Më pas Partizani mund të provoj. Një top drejt krahut të majt. Aty ku Leshaj fiton një rivendje anësore me qetësi. Edhe njërë kërkohet Leshaj, Qamili. Tashmë Leshaj. Qupi. Dervishi. Ky top drejt Zitos, dalja e portieri Zadeja. E me njëhershme, ndryshe do ishte rrezikshme, fatale për Partizanin. Renga. E kërkon Nako, provoni vetëm Renga. Topi drejt Nakos, shikoni mundësi e mirë, Himallari, goditja shkon jashtë. Pa besueshme në një zonë në vërtet të favorshme, por ka flamur të ngritur.
Është pozicion jashtë loje, ai moment i nisjes së topit drejt Himalarit. Vata. 88 minutë. Loja është bërë e hapur me të dyja skuadrat që krijojnë në mundësi në raste të tyre si në këto çaste. Shikojmë Skeja, Lesha, Himallari godet të ndërhyjnë portieri. Salla, ndërhyrje vendimtare, ka shmangur golin e dytë. Vjen dhe kjo spërkatë e Nakos. Një mundësi mjaft të mirë Partizani me Himallarin, i cili paksa nuk realizoi me atë kthesë të menjëhershme. Por Partizani tashmë ka fituar këtë revenensore me Erald Rengën, që padyshim mund ta konsiderojmë dhe njeriu në ndeshjes për golin shënuar, për sakrificën e dhënë në të gjitha fazat ofensive, defensive, si në këtë çaste. Ka vrapuar shumë Renga. Kjo spërkat do të tregoj kujdesshëm, por tashmë le të shikojmë. Numri 8 i drejtor zonës ndërhyn Çupi dhe ka bërë mjaft mirë duke fituar këtë rivënie fundore. Drejtohemi minutave të fundit, por do na duhet të shikojmë dhe sa shtesë 6. Shikojmë dy duart të ngritura të gjyqtarit Dyrmishi. Janë akorduar 6 minuta me shumë mundësi, por le të shikojmë deri në fund. Një rezultat minimal që kërkon sakrificë nga të gjithë në këto minuta. Minutat e fundit janë vërtet të rrezikshme në futbollin e moshave, pasi nuk vjen pra në feshore renditja, por sakrifica, dëshira e madhe për të barazuar për shënuar një gol. Bën mjaft mirë Banushi për një çast. E tashmë provon Vora. Deme. Topi drejt zonës. Largon Arapi me pas Himallari. Ka një flamur të ngritur, pozicion shloje, edhe pse në këto çaste pretendimet e skuadrës së Vorës për një top të prekur me dorë zbehen pas këtij flamur të ngritur. Me qëtësi e merr Zadeja. Tretomi Kostes. Minutave ankthi. Por që vërtet të rëndësishme teksa Partizani javën e ardhshme do presë në shtëpi skuadrën të Utës, që nuk prit të jetë lehtë, pasi edhe skuadra Dursake, një skuadër që lufton gjithmonë në peshën e play-offit. Nako, Himallari. Një top mjaft i bukur, i drejtohet zonës Leshaj. Le të shikojmë goditja dhe shkon në rjet. 2-0, shënon Partizani, Musa Leshaj. 2-0. Dhe vjen goli, më në fund Partizani çlirohet në këto minuta ankthi pas një asistimi të bukur të Elson Himallarit dhe këmbguljes së Leshajt me një top të dërguar me shumë klasë në rjet. 0-2 pra. E tashmë gjithçka bëhet e qetë dhe më lehtë, ndërkohë që Himallari pra merr dhe përshëndetit nga pjesa tjetër e skuadrës për atë asistim. Dhe top të bukur për Leshajn, që shfrytëzoi maksimalisht duke besuar deri në fund dhe duke dërguar në rjet. Tashmë me një rezultat të konsiderueshëm i drejtohemi fitores pra. Fitores numër 7. Fitores numër 5 në 7 ndeshje, 2 barazime, nuk njohim asnjë humbje. Presim skuadrën e Laçit të mësojmë pra rezultatin e ndeshjes së nesërme ndaj Vllaznis, por që ju kujtojmë që Partizani ka dhe një takim më pak dhe kjo është një favor, qoftë edhe një pikë sikur të marrim në atë sfidë ndaj Skënderbeut. Do të qëndrojmë në krye të vetëm. Por duhet të presim edhe vëshkëllimin e fundit të gjyqtarit Dyrmishi, pasi shikoni Vora provon me të gjitha forcat. Por edhe Partizani përgjigjet me të njëjtën mënyrë, duke urrështuar gjithë zonën si në këtë çast. Renga
Me shpirtin e sakrificës e largon tek skeja. Ka faul. Godi e lirë që nisën me shpejtësi. E treta minut shkon drejt përfundimit. Bila. Sulej për Ziton. Ndërsa Vathi riskon disi, por ka fituar këtë faul. Që niset me shpejtësi, edhe njëherë Sula. Topi fort. Në një zonë ku me qetësi Zadeja. 4 shtes. Partizani, Nako. Gjithmonë Nako. Has vëshësi, por del Zadeja, megjithatë ka fituar faul. Nako që me atë mbajtje të topit rrezikoi disi. Por gjëra si kujtoj edhe një herë rezultatet dhe ndeshjet e radhës, pasi nuk kemi pasur shumë ndeshje në këtë ditë, sot përveç angazhimeve të 17 dhe 18 vjeçarëve, 17 vjeçarët unë poshtën, pra ndjes 17 dhe 9 vjeçarëve, 17 vjeçarët unë poshtën për statin 4-1, por një fitore pasur e 9 vjeçarëve. Rikthen buzëqeshën në Akademinë Partizan në komunitetin e Kuq. Ndërkohë që nesër Partizani 15 dhe 16 vjeçarëve do të kërkojë fitoren në transfert në Fier e për ta mbyllur me ditën e diel, pra me skuadrën e 18 vjeçarëve. Megjithatë, le të shikojmë pasi ka akoma lojë këtu në Ahmetaç Zito. Edhe njërë kombinimet mes Zitos dhe Sulës. Ky topi krosuar shkon në goditje këndi. Barazot është numri 4, ndjes është 5 Partizani, numri 4 nga këndit për Vorën që rrezikon me këtë krosim. Ndërhyn Vata, i cili provon dhe ta mbajë brenda vijave. Ka rrezikuar disi pasi i jep mundësi të njërë Vorës për provuar. Megjithatë Vata sërish vet ka rekuperuar, por me faul sipas gjyqtarit Dyrmishi. E 6 minutë për luhet. Madje shkon drejt fundit dhe kjo minutë e shtesë, pra teksa dhe nga rakordimi i gjyqtarit Dyrmishi me shejen e duart lart, të paktën ishin 6 minuta. Krosimi i rrezikshëm, Zadeja ndërhyn, por një hapësirë dhe nuk ka më kohë mbi këtu takimi i javës 8 me fitoren e skuadrës Kuqe, një fitore shumë e rëndësishme për Ecurinë, teksa skuadra Partizani tashmë shkon në kuotën e 17 pikëve, duke u bashkëngjitur vendit të parë Laçit, po kaq pikë, ndërkohë që ju kujtoj dhe autorët e golëve në pjesën e parë shënoi Renga në minutën 35, ndërkohë tashmë para pak minutash shënoi pra Musa Leshaj duke vullosur dhe fitoren 0-2. Duke ju falenderuar që na keni ndjekur, ju uroj shikim të këndshëm të Partizani Channel. Qëndroni me ne për të tjera gola dhe emocione.